Faleminderit kryesuese, të nderuar deputet, të dashur qytetarë, e nderuara deputetja Zonja Kabashi Ramaj, faleminderit shumë për pyetjen dhe mundësinë e sqarimit të kësaj çështje me shumë rëndësi. Është e rëndësishme që theksohet se thelbi i së drejtës nuk mund të delegohet. Ai mbetet i garantuar në ligj përmes përcaktimit të mbulimit shëndetësor, parimeve të barazisë dhe solidaritetit, si dhe përgjegjësive institucionale. Nga ana tjetër, elementet që pritën të rregullohen me akte nënligjore janë kryesisht të natyrës teknike, dinamike dhe se të njëjtat kërkojnë përditësim të vazhdueshëm. Ligji zakonisht përcakton se çfarë konsiderohet shërbim shëndetësor, kush e ofron këtë shërbim, kush e financon këtë shërbim dhe kush ka të drejtë ta marrë shërbimin. Me akt nënligjor, brenda kornizës ligjore, qeveria ose ministria ose edhe fondi marrin vendime administrative se si ofrohen ato shërbime. Pra, përcaktimi definohet në ligj, ndërsa zbatimi dhe shtrirja me akte nënligjore, masa administrative dhe vendime të bazuara në këtë ligj. Me ligj përcaktohen parimet e sigurimit shëndetësor, kategoritë e përfituesve, llojet e përgjithshme të shërbimeve, për shembull kujdesi parsor, spitalor, barnat esenciale kështu me radhë, burimet e financimit, institucionet përgjegjëse si dhe mekanizmat e mbikëqyrjes dhe llogaridhënies, ndërkohë që me akte nënligjore do të përcaktojnë listën konkrete të shërbimeve, të cilat janë dinamike, dhe procedurave, të gjitha prap dinamike, listën e barnave të rimbursueshme, kriteret e përfitimit, si dhe procedurat për trajtim jashtë vendit. Në shumicën e vendeve, këto rregullohen me akte nënligjore, pra procese si lista konkrete shërbimeve, procedura për trajtime jashtë vendit, si dhe kriteret teknike të përfitimit, që janë po e përsëris çështje dinamike dhe teknike. Faleminderit shumë.